Përmes një atmosfere festive që shoqëroi ndeshjet e javës së fundit të zhvilluara në fushën sportive të Shtojit, klubi futbollit Shkodra mbylli një sezon të pozitiv. Një arritje historike ku kemi parasysh se ekipet U13 deri në U17 u shpallën fitues në kampionatin kombëtar të kategorisë së parë dhe vitin e ardhshëm do të luajnë në Super League palën me një anë dhe U19, si dhe ekipin e të rriturve në kategorinë e tretë, me objektiv ngjitje një kategori më lart. Pas ndeshjes së fundit ndaj Egnatias për kategorinë U17, Federata Shqiptare e Futbollit përmes të deleguarit antarit të Komitetit Ekzekutiv Armando Cungu, si dhe në praninë e nënkryetarit të bashkisë dhe sekretarit përgjithshëm të Shoqatës Rajonale të Futbollit, organizoi ceremoninë e shpalljes kampion të ekipeve U16 me trajner Rudi Piraniçi dhe U17 me trajner Arbër Shytani. Ne jena mësu faktikisht me tituj kupash dhe kampionatësh. Jena mësu aja që është më kryesorja për të prolluar futbollistë të nivelit lartë, por ky sezon ka qenë një ndër sezonet më të suksesshëm, të pas parasysh se siç e pa ishte rasti veçantë që në një ditë të shpallen dy ekipe kampion U16 dhe U17 kategorinë e parë, por duke fituar drejtën edhe me ekipe 13, 14, 15 për të qenë pjesë e Super League. Është një sukses i jashtëzakonshëm. Kishim edhe një eksperiencë të rikthyer me ekipin e rritur, që vitin e ardhshëm besoj do të kena vëmendje më të veçantë, kështu që klubi Shkodra ky sezon ka qenë një ndër vitet e bukura të suksesshme, jo vetëm me akademinë, por edhe me krijimin e ekipit të rritur. Pavarësisht se sot ndoshta nuk ishte një rëndësi lidhje me renditjen në ndeshja, por ishte vlerësuar drejt dhe ne doshim të bëjmë një mbyllje sa më të mirë të mundshme, një kampionati shumë të mirë them drejtën që kena zhvillu. Kjo në lidhje me kampionatin, por besoj se ky kampionat ka shërby djembe për të rrit, sepse në fundit askush nuk mund fitojnë pothuajse gjitha ndeshjet e një kampionatit, po ja bëj smetin ashtu siç duhet. Lidhe me klubin Shkodra, sigurisht që kam gjetë klimën e duhur, klimën pozitive. Ky është viti i dytë që me këtë grup moshën U16 shpallam kampion, edhe vitin e kaluar kjo moshë ka qenë U15 dhe mi shpallur kampion Shqipërisë, por vitin e kaluar kjo moshë u bë U16 dhe kena kanë përsëri në kategorinë e parë dhe të 2 vite që nxjerrim ekipin Super League. Pasioni është shumë i rëndësishëm të ka pjesë, por nuk kemi mikë kësaj pune nuk mundet me pas sukses. Nuk është vetëm puna eme, është puna e gjithë stafit, por un kam mbarë më të rëndë sepse duhet më njëjë edhe pjesën e këtë organizimi i klubit, po ashtu edhe të pas se kena edhe një traditë familjare, duhet me kanë gjithmonë hapat e vazhdimësisë.